ti je historian, kush është si mas teje figura kryesore historike shqiptare? Figura kryesore historike shqiptare për mua Skënderbeu. Pa ta nuk do të kishte edhe kom shqiptar në mënyrën se si ne njohim kombin shqiptar. Do të thotë roli i tij është determinant, është hallka mes ilirëve dhe shqiptarëve dhe figura e tij është kyçe. Sikurse janë figura të tilla kyçe për popuj të ndryshëm evropian, në kohën moderne e shoh Ismail Qemalin. Okej. Po si shqiptari i Kosovës për mua është Hasan Prishtina. Okej. Dhe kam folur shpesh me Hashimin dhe kam pa një farë asociimi mes Hashimit dhe Hasan Prishtinës, dhe Hashimi ka pas dëshirë me krahasu veten me Hasan Prishtinën, me që Hashimi ka qenë më shumë njeri veprimit politik, ka qenë puro politikan, dhe për mua Hasan Prishtina gjithashtu ka qenë vetëm një politikan, nuk ka që ka lënë libra, shkrime, ku ne njohemi shumë, se më tha ato, për letërsie, për poezie. Okay. Kështu që, figura qendrore është e vetme për mua Skënderbeu, i cili e ka masin e pakrahasueshme me dikant tjetër. A i lejohet historianit gjithashtu me pas edhe anën tjetër, domethënë kush është figura, le të themi, më infamous, që domethënë më pafamshme, më errët e historisë shqiptare? Padyshim mendoj që është Esat Pasha. Esat Pasha. Po, jo në kuptimin se si ne e kemi mësuar në librat e historisë. Okej. Po Esat Pasha në kohën kur ka lind shteti shqiptar, ka qenë personi i cili më shumë ti e ka dëmtu shtetin shqiptar. Pas lindjes, domethënë. Pas lindjes. Po. Okej. Pas lindjes. Para lindjes ka pasur një rol pozitiv historik, po. Po. Ndërsa kështu ma llumi historik ka qenë Haxhi Qamili. Okej. Po, kështu një lloj mbeturinë historike është Haxhi Qamili. E vërtet, e vërtet.